Askush nuk guxon të hyjë në këtë fshat pas perëndimit, ja pse. Një nga vendet më mistike në vend është Kalaja Bangar në Indi, e cila në të kaluarën u përfol se ishte e banuar nga fantazmat. Është një monument i mbrojtur në mbikëqyrjen e shërbimit arkeologjik të Indis. Për këtë arsye, është e ndaluar të qëndrosh atje gjatë natës. Ata që duan të shohin si duket vendi me sytë e tyre, ndonjëherë hyjnë në kala pas perëndimit të diellit, pavarësisht se hyrja është e paligjshme. Ata shpesh ndajnë përvojat e tyre në forume dhe blogje dhe pretendojnë se rojet i lanë të shkojnë me ryshfet. Hyrja pas perëndimit të diellit kërkon leje të posaçme nga autoritetet indiane.